Gjykata kushtetuese shuan çdo shpresë të Fatjon Karmeshnës për rrëzimin e dënimit të tij me burgim të përjetshëm me akuzën për vrasjen e Suela Sulës, gruas së pronarit të tij. Ngjarja ndodhur në prill të 2016 në ambientet e mobilerisë në pronësi të qiftit në Melgush të Shkodrës. I dënuari pretendoi në kushtetuese se gjykatat e shkallëve më të ulta nuk kanë kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm për të, dhe provat nuk janë vlerësuar si duhet. Po ashtu ai pretendoi se nuk është dëgjuar në gjykimin ndaj Satedin Sulës, bashkëshortit të viktimës, i dënuar dhe ai me burgim të përjetshëm pasi urdhëroi vrasjen e gruas. I dënuari pretendoi po ashtu si është refuzuar kërkesa për kryerjen e riekspertimit biologjik për ADN-n e viktimës Suela Sula dhe të vet atij nga një institucion ndërkombëtar, pasi kishte dyshime mbi besueshmërinë e aktit të kryer nga laboratori kriminalistik në varësi të Ministrisë së Brendshme. Por kushtetuesja thosë se gjatë shqyrtimit të çështjes nuk rezulton të jenë cënuar të drejtat e të dënuarit e për këtë arsye nuk e kaloi dosjen për shqyrtim në seancë plenare, çka do të thotë se dënimi për të me burgim të përjetshëm mbetet në fuqi. Suela Sula u gjet e pajet në ambientet e mobilerisë dhe rezultoi se vdekja e saj kishte ardhur nga shtrëngimi i qafës me duar dhe mjete të tjera rrethanore ndihmëse. Fillimisht u arrestua bashkëshorti i saj Satedin Sula, që tashmë po vuan dënimin me burg të përjetshëm, por më pas u zbulua se autori ishte punonjësi i mobilerisë Fatjon Karmeshna. Kjo pasi rezultoi se në thonjtë e viktimës gjatë përleshjes me autorin u zbulua mbetje humane që i përkisin të pandehurit Karmeshna. Nga hetimi rezultoi se Suela Sula u vra me porosi të bashkëshortit, ndërsa në rolin e ekzekutorit kishte vepruar punonjësi i mobilerisë.